Prej shkaqeve kryesore të devijimit është kur njerëzit nuk kthehen tek dietarët dhe largohen prej rrugës së dietarëve. Dhe kjo nuk është diçka vetëm në këtë kohë, po kjo ka filluar prej kohës së sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Khawarijët kur i kundërshtun sahabët dhe u larguan prej tyre, devijun. Mas tyre në kohën e tabinëve mu'tazili, kur u larguan prej mexhlisit El Hasan El Basri, edhe ata devijun. Wasil ibn Ata dhe Amr ibn Ubaid, kur u larguan dhe i lanë mësimet El Hasan El Basri, Hasan El Basri i quajti mu'tazili, do më dhe i'tazaluna, u largun prej neve, në braktisën neve, edhe kështu ata u quajtën el mu'tazila, edhe devijun. Pse? Se u largun nga kuptimi i dietarëve. E njëjta gjë në kohën e Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah, që emri i tij përmendet bashkë me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot imam ahli sunna, imami i njerëzve të sunetit. Për arsye se ai qëndroi i pa lëkundur në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Në atë kohë ku Jahmit dhe Mu'tazilit përhapën dyshime dhe kush u largu prej dietarëve devijoi. E kush u kap mas rrugës Imam Ahmedit shpëtoi. E njëjta gjë në kohën e Sheikhul Islam ibn Taymiyes, e Shari, ata që e kundërshtoshin atë dhe ipshin fetva që ai të burgoset dhe disa herë është burgos për shkak të tyre, edhe ata kur u larguan nga kuptimi i tij dhe rruga e tij, edhe ata devijuan. E njëjta gjë në kohën tonë, në luftën e Xhirit, në atë kohë ata që quheshin davexhi, ad-duat, ata i kundërshtun fetvat e dietarëve. Dhe thoshin se dietarët janë dietarë të hajdit dhe nifasit. Do më thonë dietarë të menstruacioneve. Ata kuptojnë fiqhun, ndërsa nuk e kuptojnë aktualitetin. Dhe në krye të tyre ishte Sefer el-Hawali dhe Salman el-Auda. Dhe këta të dy deri sot respektohen prej një numri të madh hoxhallarëve shqiptar. Do me thonë, ata janë në të njëjtën rrugë si kur këta dy persona të devijuar që prej asaj kohe kundërshtuan imam të sunetit. Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymin, Sheikh Al-Albani dhe të gjithë dietarët që ishin në rrugën e tyre. Dhe siç thot Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, se këta tre dietarë janë ndallu prej dietarëve tjerë në këtë kohë. Dhe se këta tre janë mujaddidun, ata që i ringjallin fen në këtë kohë. Siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin transmeton Ebu Daudi, dhe është hadithi sakt, ka thonë se Allahu në çdo 100 vjet dërgon një dietar që e ringjall fen. Dhe kanë komentuar se në këtë kohë janë Sheikh Bin Baz, Sheikh Al-Albani dhe Sheikh Ibn Uthaymin. Por arsye se nuk është kush që të jetë një dietar, do të thonë mund të jetë një grup i dietarëve që secili prej tyre ringjall një çështje prej çështjeve të fesë. Dhe këta individa e kundërshtuan rrugën e dietarëve. Dhe pretenduan se nuk e njohin aktualitetin. Dhe e njëjta gjë ndodh edhe në këtë kohë, kur vjen dikush dhe thot se dietarët kanë fiqh, kanë kuptim dhe i din dispozitat dhe rregullat, por nuk e njohin medicinën. Dhe nuk kthehemi tek ata në çështjet e medicinës. Atëherë ata kanë rënë në të njëjtën rrugë të sururive dhe kutbive. Dhe rrugën e Amr ibn Ubaidit dhe Wasil ibn Ata. U pëlqej ose nuk u pëlqej, kjo është realiteti.
Për arsye se dietarët kur hapin fetva, ata konsultohen. Nëse është çështje medicinës, konsultohen me mjekët. Nëse është çështje ekonomikës, konsultohen me ata që janë të specializuar në këtë lemi. Dhe kur hapin fetva, atëherë kjo çështje është që ne duhet kthehemi tek ata. E nëse secili prej nesh pretendon se nuk e pranoj fjalën e dietarit, se ai nuk është i specializuar në këtë lemi dhe unë marr mendimin tim, atëherë kjo është thirrje që rinia e umetit dhe që selefit të largohen prej dietarëve të tyre. Dhe padyshim se kjo është shkatërrim dhe devijim. Dhe për të çuditur është se i njëjti person i shfaq mendimet e veta dhe i thirr të rinj selefi që ta pasojnë. Dhe në këtë mënyrë ai mendon se ata janë të aftë ta kuptojnë se atë që ai thot atyre. E në jetën kohë thot për dietarët, ata nuk kuptojnë. Do njerëzit e thjesht kuptojnë, ama dietarët nuk kuptojnë. Nëse kjo nuk është devijim, atë nuk di se çka është devijim. Dietarët nuk kuptojnë. Ata nuk e njohin zhvillimin e darwinizmit të virusave e kështu me radhë. Dhe ata vetëm pasojnë atë që udhëheci tyre, që prijesi tyre u thot. A nuk është kjo njëjta fjalë sikur sururit, që dietarët vetëm thojnë atë dhe pasojnë atë çka prijesi tyre u thot, çka udhëheci tyre u thot. Atëherë janë bashku në të njëjtën rrugë, edhe pse pretendojnë se nuk janë në këtë rrugë.